donë zoti, bjen mjegla prapë. Edhe mas në ju kom ma... Vjen helikopteri. Po. Tamon për me na... Po, kur erdhë mjegla, na ishin met mes mjeglës edhe helikopterit nuk na sheke ma poshtë. Edhe ata që këshin shtu gati tonë plagosën. Të lodhën për bukë, këshin met 3-4 ditë deri aty. Të lodhën për bukë. 3-4 ditë me sheqer? Po, me sheqer do e majtë shpirtin. Dë bom të merë, që me na shtynë atë zojshë, në qatë gjendë ardhen. Qysh mu këthy tash mas? Që aty është problemi. Nuk e nxeshim edhe terenin. I vetëm ishë që e nxike mirë terenin, i kishim 3-4 vetë, edhe disa për i ty në vranë aty, që ishin rritë në të bjeshka ta veç në vranë, do tjerë në ma poshtë ishin në vranë, pasa ne ka jemi të rekë, se edhe u shpartalon aty. Nuk e di as që shemi këthy, veç e di një që kur kemi më rrinë në Strelc, që kemi më rrinë rrefsh. Jemi dalë në Dalivallë, kove shkishë dalë bari, tash ato 3-4 ditë që i kemi hupë në ne dhe dhe sa jemi këthy, kështë ndryshu koha se maji, ishë rritë bari edhe ishë në rritë uflat. Në ato me me hongër ufla. Edhe unë qaq për veti po flasë, qaq nuk me ke puna me letë, me nu uflat me dorë me hongër, ja kom njës të kullot. Që ato e kom bo. Edhe në moment më ka ardhër unë në vend, të shkaj ka baj, kër e kom që kryt, po isho dhe tjerë të kullot si kërore, dhe të shkaj të buda shkaj, ja kom njës apet. Për besë, ma. Se tash për dikuj në ashtaj dohet kjo, po i kom po edhe tjerë që ashtu të bo si kërore. Qaq, se në kishë lodhë uja, në vend ishë zatet.